Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Rikthen rreshet e të Borës në vendin ton. Kemi rikthim të rresheve të Borës në aksin Bog-Theth në Shkodër. Aktualisht nga moti përkeqësuar në 24 orët e fundit ka një shtresë të hollë bore dhe për momentin rruga është e kalueshme nga të gjitha automjetet. Rruga e Thethit aktualisht vijon që të jetë pa mirëmbajtje për shkak të ankimimit që kanë bërë firmat ndaj njëra tjetrës. Në orët në vazhdim, në rast se bora ngrihet duke u kthyer në akull, mund të sjellë vështirësi për automjetet të cilat mund të lëvizin në këtë aks. Përveç borës, në disa pjesë të rrugës së Thethit ka rënë edhe gur, pra ka rënje të shpeshta gurësh. Në video të sjellë nga qytetarë të ndryshëm duken dhe disa problematika të vogla. Megjithatë, në të gjithë vendin vazhdojnë të ketë rreshtje shiu të dendura. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.